Para apo pasi keni ngrënë në mëngjes, ja kur këshillohet të lani dhëmbët. Higjiena personale është shumë e rëndësishme dhe për këtë arsye të paktën 2 herë në ditë duhet t'i lajmë dhëmbët. Kjo është këshilla standarde e çdo dentisti. Por nëse në mbrëmje keni më të thjeshtë për t'i larë pasi e dimë që duhet të bëjmë atë para gjumit, në mëngjes kemi dyshimet nëse duhet ta bëjmë më përpara ose pasi keni ngrënë vaktin e mëngjesit. Por kur është koha më e mirë për të larë dhëmbët? Dentistët rekomandojnë larjen e dhëmbëve kur zgjoheni dhe para se të flini. Është mirë t'i lani dhëmbët përpara mëngjesit ose të prisni 30 minuta pasi ta konsumoni atë. T'i lani dhëmbët pasi të hani është më mirë për të gjitha arsyet, por mund t'i bëjë më shumë dëm smaltit të dhëmbëve. Nëse herët në mëngjes zgjoheni, lani dhëmbët, prisni disa minuta dhe konsumoni mëngjesin. Mund të shplani gojën gjithashtu me ujë të rrjedhshëm pasi keni konsumuar ushqim. Kjo do të ishte mundësia më e mirë për të pasur një buzëqeshje më të bukur dhe më të shëndritshme.